Në qytetin rus Smolensk është mbajtur sot një ceremoni për kujtimi për të shënuar 5 vjetorin e përplasjes së avionit, me çast u vranë 96 persona, përfshirë edhe presidentin polak dhe zyrtar të tjerë të lartë shtetëror. Avioni transportonte delegacionin zyrtar polak dhe urrëzua për shkak të një mjegulle të dendur më 10 prill të vitit 2010. Delegacioni ishte nisur për në Rusi për të marrë pjesë në një ceremoni për kujtimi për viktimat e masakrës së luftës së dytë botërore në Katyn. Shkaku i saktë i rrëzimit vazhdon të jetë çështje hetimesh. Szanowni Państwo, zebraliśmy się dziś w symbolicznym miejscu. Në Kabull të Afganistanit, një sulmues vetvrasës ka hedhur në erë një makinë afër një konvoi forcash të huaja. Policia tha se 3 civil kanë mbetur të plagosur. Nga ana e ushtarëve të huaj nuk është raportuar për ndonjë lëndim. Shpërthimi pason 2 sulme të tjera po sot në Afganistan, gjatë të cilit u vranë së paku 15 persona. Gjithashtu në Kabull të afërmit e viktimave të rëmbimit kanë kërkuar edhe sot ndihmë nga qeveria për të ndihmuar në lirimin e më të dashurve të tyre. Antarë të familjeve janë duke protestuar tash e disa ditë me radhë kundër asaj që ata e quajnë mosveprim të qeverisë. Në muajin shkurt, militantët kanë rrëmbyer 31 persona të cilët po udhtonin me një autobus nga Herati për në Kabull. Shefi policisë afgane Abdullah ka vizituar protestuesit dhe është zotuar se ky rast po trajtohet seriozisht në nivel kombëtar. Në Tbilisi të Gjeorgjisë, 2 policët e vrarë më 4 prill u varrosën sot. Të 2 policët vdiqën nga plagët e marra nga të shtënat me armë zjarri. I dyshuari Shalva Abuladze është arrestuar më 10 prill pas një operacioni të gjerë në kërkim të tij. Abuladze ka qenë i dyshuar se ka qelluar mbi 2 policë të tjerë muaj më parë. Ishin këto video lajmet nga Radio Evropa e Lirë.